Mjetet lundruese vendosin në rrezik jetën e pushuesve dhe turistëve, sikur të mos mjaftonin ngjarje tragjike që janë shënuar në Bregdetin ton, gomonet dhe skafet që përdoren për guida drejt destinacioneve Karaburun dhe Sazan, po i bëjnë kashillëk policisë kufitare të Vlorës, duke vënë atë madje edhe në lojë. Pas ditën e të hënës, televizioni 6+ Vlora ka fiksuar një garë mes mjeteve lundruese, shumë pranë njëra tjetrës, por edhe manovra të rrezikshme të tyre në një zonë ku nuk lejohen të tilla veprime, pasi ka risk të lartë. Mjetet lundruese kanë qenë të mbushura plot me njerëz, madje edhe përtej kapaciteteve, për të dhënë adrenalin turistëve që kishin të imbarkuar. Këto gomone kanë bërë lëvizje përtej logjikës në afërsi të Kalatës, ku edhe rreziku për një përplasje të mundshme është i madh dhe në një kohë kur lundrimi me këtë shpejtësi pranë Kalatës është rreptësisht i ndaluar. Ku është drejtoria rajonale e Kufirit? Pse nuk zbaton detyrën? Këto janë pyetjet që lindin natyrshëm kur shikon të tilla pamje, as pak normale, të këtyre mjeteve lundruese, që një fije i ndante nga tragjedia pas manovrave të shfrenuara. Policia dhe shteti reagojnë kur ngjarje ndodhin, vetëm me dorëheqje drejtuesish, por kjo nuk është e mjaftueshme. Këto manovra të rrezikshme duhet të kenë një përgjegjës dhe këto pamje nuk duhet që të mbeten thjesht të tilla që të skandalizojnë kur i sheh. Drejtoria rajonale e Kufirit duhet që të reagojë dhe të mos heshtë përballë rrezikut që i kanoset jetëve të njerëzve. Një fije peri ndan jeta nga vdekja, ndaj kjo situatë nuk duhet që të përsëritet më dhe të mos kujtohemi kur të ndodhin tragjeditë.